Në gjykatën themelore të Prizrenit, të mërkurën u mbajt seanca gjyqësore ndaj 5 të akuzuarve, pjesëtar të familjes Krasniqi, të cilët akuzohen se më 1 janar 2011 në fshatin Banje të Malishevës kishin vrarë Skender Limajn, ndërsa një tjetër antar i Limajve ishte plagosur. Ngjarjes në restoranin Kështjella, pronë e Limajve, i kishte paraprirë një incident në ditën e zgjedhjeve. Pas leximit të aktakuzës nga prokurori special Blerim Isufi, në përjashtim të akuzuarit Berat Krasniqi, i cili pranoi fajësinë sa i përket veprës penale të armbajtjes pa leje, asnjëri nga të akuzuarit tjerë nuk pranuan fajësinë. Pala e dëmtuar kërkoi nga trupi gjykues që publiku së bashku me të akuzuarit të largohen nga salla e gjykimit, përderisa ata të japin dëshmitë e tyre. Kjo sipas përfaqësuesit të dëmtuarve u bë për shkak të shqetësimeve traumatike dhe sigurisë së të dëmtuarve. Mbrojtësit e 5 të akuzuarve e kundërshtuan një propozim të tillë, me arsyetimin se kjo do të ndikojë në gjykim të drejtë. Por trupi gjykues mori vendim që nga salla të largohet publiku, ndërsa të akuzuarit qëndruan derisa të dëmtuarit dhanë dëshmitë e tyre para trupit gjykues. Prokuroria Speciale e Kosovës i ngarkon Emin, Durem, Berat, Astrit dhe Hazir Krasniqin se më 1 janar 2011 në fshatin Banje të Malishevës, pas disa mosmarrëveshjeve paraprake me familjen Limaj, duket për shkak të përkatësive të ndryshme politike, në bashkëkryer kishin kryer veprën penale të vrasjes së rënd dhe shkaktimit të lëndimeve të rënda trupore. Gjykimi po udhëhiqet nga gjykatës të Euleksit. Sipas aktakuzës, Emin dhe Durem Krasniqi kishin pasur mosmarrëveshje me familjen Limaj më 12 dhjetor 2010 në ditën e zgjedhjeve parlamentare. Kështu, këta të dy në ditën e parë të vitit 2011, rreth orës 19:35, nisën me 3 automjete në drejtim të restorantit Kështjella, ku ishin duke qëndruar antar të familjes Limaj. Gjithnjë sipas aktakuzës, ata hynë në lokalin ku Skender Limaj së bashku me familjen e tij ishin duke shikuar televizorin. Aty i pandehuri Emin Krasniqi me një shufër të metalt filloi ta godas disa herë në kokë dhe trup, tani të ndjerin Skender. Më pas, i pandehuri Durim shtije me armë zjarri dhe e çellën atë për vdekje. Edhe i akuzuari Berat Krasniqi, sipas aktakuzës, po ashtu shtije me armë zjarri dhe gjuan në drejtim të dëmtuarit Ilir Limaj, me çrast nga një plumb rikoshet, Iliri merr plag në këmbën e majt. Berati ngarkohet se ka kryer veprën penale të lëndimit të rënd trupor. Të akuzuarit Astrit dhe Hazir Krasniqi i ndihmuan të pandehurit e tjerë, duke i dërguar me veturë në vendin e ngjarjes, duke bërë roje dhe udhëzuar përmes telefonave. Gjithashtu, pas kryes së veprës, ata i largojnë me veturë nga vendi i ngjarjes. Prokuroria Speciale i ngarkon këta të dy me veprat penale të ndihmës në kryerjen e vrasjes së rënd. Po ashtu, Durimi dhe Berati ngarkohen me veprën penale të mbajtjes në pronësi, kontroll, posedim dhe shfrytëzim të paautorizuar të armëve. Për këtë rast, gjykata themelore në Prizren ka marrë vendim me 14 tetor të vitit 2013, ku i akuzuari kryesor Emin Krasniqi ishte dënuar me 17 vjet burgim, ndërsa të tjerat më pak. Mirë po për shkak të shkeljeve procedurale, lënda është kthyer në rigjykim. Gjykimi me ndëgjimin e të dëmtuarve, ku do të jetë i përjashtuar publiku, do të vazhdojë edhe ditën e njëjtë. Me rastin e përjashtimit të publikut, edhe palët tjera që qëndrojnë gjatë dëgjimit të këtyre dëshmitarve, janë të obliguar që të heshtin dhe të mos flasin lidhur me atë se çka është thënë në gjykatë.